Në kujtim të 27 vjetorit të masakrës së Reçakut, një prej masakrave më të mëdha në Kosovë, në medresenë e mesme Alaudin në Prishtinë, u hap ekspozita me fotografi të xhamive të shkatruara në Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë. Ekspozita solli dëshmi vizuale për shkatrimin dhe dhunën ushtruar gjatë luftrave të viteve 90, me fokus të veçantë në dëmtimin e xhamive dhe objekteve të tjera fetare islame. Përmes kësaj ekspozite, u synua që nxënësit të informohen për të kaluarën e dhëmshme për krimet e kryera ndaj popullit të Kosovës, si dhe për shkatrimin sistematik të trashëgimisë fetare dhe kulturore. Mesazhet që dalin nga masakra e Reçakut janë të qarta dhe universale. Krimet nuk harrohen, nuk vjetërsohen. E vërteta nuk mund të mohohet. Dhe drejtësia sa do e vonuar, mbetet obligim moral dhe njerëzor. Reçaku na kujton se paqja e qëndrueshme ndërtohet vetëm mbi njohjen e së vërtetës, drejtësisë për viktimat dhe respektimin e dinjitetit njerëzor. Në ekspozitën e sotme, derisa i shikojmë këto fotografi, nuk shohim vetëm muret e djegla dhe të rënuara. Ne shohim historinë e një populli, dhimbjen e një komunitetit dhe goshtukun që la pas shkatrimi i identitetit kulturor. Drejtori i medresesë Fadil Hasani tha se masakra e Reçakut nuk duhet të harrohet asnjëherë, ku të pafajshmit u masakruan vetëm se i takonin një besimi apo një kombësie tjetër. Sot në këtë rast jemi të buar për të përkujtuar dy gjëra shumë të rëndësishme. Dy momente historike për neve dhe për muslimanët në trevat tona. E para është të përkujtojmë ditën e masakrave që janë bërë në Reçak. Para 27 vite, ku 47 viktima kanë ra nga dora e të njëjtit okupatorit serb dhe ato në prezencën dhe në sytë e ndërkombëtarëve. Njashtu që ka ndodhur edhe masakra e Srebrenicës e muslimanëve vllazëve tonë nga feja. Më 15 janar të vitit 1999, në fshatin e Reçak, forcat serbe vranë barbarisht 45 civil shqiptar të paarmatosur. Një krim që nxori në pa mizëritë e ushtruara ndaj popullit shqiptar në Kosovë dhe të rënditin opinionin ndërkombëtar, duke zgjuar ndërgjegjjen e diplomacisë botërore dhe nxitur mobilizimin për Kosovën. Vetëm në Kosovë, gjatë viteve 98-99, u rënuan, u shkatruan, u granatuan dhe u përdhosën 218 xhami nga gjithsej 560 sa ishin në Kosovë gjatë asaj kohe. Po ashtu, do të selia e kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, u demolua medreseja Alaudin, si dhe u rënuan objektet e 4 medreseve të vjetra historike.